Ilyes a.s. Pejgamberi i durimit dhe udhëzimit në tokën e Harresës. Në një tokë të lashtë ku malet mbuloheshin me mjegullin e mëkateve dhe ku zemrat e njerëzve ishin bërë më të forta se guri, jetonte një burr i pastër, i zgjedhur prej Allahut, i përkushtuar në adhurimin e tij dhe i dërguar për të udhëhequr një popull të humbur. Ai quhej Ilyes a.s., një prej pasardhësve të Harunit a.s., një pejgamber i denj për lavdërimin hyjnor dhe i përmendur në Kuranin famlar, mes atyre që Zoti i quajti më të mirëve. Zoti dërgoi Ilyesën a.s. në mesin një populli që e kishte harruar të vërtetën, ben Israelitët, të cilët dikur kishin ndjekur Musajin a.s. dhe e kishin parë me sytë e tyre ndarjen e detit të Kuq. Tani adhuronin një idhuj prej guri dhe druri. Në mesin e tyre mbretëronte adhurimi i Balit, një hyjni që e kishin trilluar me duart e tyre, por të cilin adhuronin me përkushtim duke sakrifikuar dhe fëmijët e tyre në emër të tij. Të devijuar nga rruga e drejtë, të dehur nga pushteti dhe epshet, ata nuk i dinin më as varfanjakët të jetonin të qetë, as të drejtën të fliste. E kur e vërteta bëhet e huaj, atëherë është koha që një pejgamber të flas. Ilyes a.s. erdhi me një mesazh të thjeshtë: adhuroni vetëm Allahun, largohuni nga idhujt, kthehuni te ligji i Zotit. Por populli i tij e përqeshi. E quajtën të çmendur, i thanë: Balin e kemi parë, e ndjejmë, Zotin tënd nuk e shohim. Ai u rikujtoi të kaluarën, u përmendi të mirat e Zotit, por zemrat e tyre ishin bërë si gurët që nuk thithnin më dritë. Për vite të tëra ai udhëtoi, këshilloi, këndoi ajete nga Teurati dhe i ftoi me butësi, por pak prej tyre ju përgjigjen. Kur padrejtësia ka përcen kufit dhe kur mëkati bëhet ligj, Allahu nuk qëndron në heshtje. Ilyes a.s. ju lut Zotit me lot në sy dhe me dhimbje në zemër: O Zoti im, populli im ka devijuar, nuk dëgjojnë, të përqeshin, të mohojnë, dërgo mbi ta një shenjë që ta kujtojnë kush është dhe ta kuptojnë kush është i vërteti. Atëherë Zoti ndaloi shiun, qiejt u mbyllën, toka u tha, uji u bë me i shtrenjtë se ari, kafshët ngordnin, tokat mbeteshin djerrë dhe uria mbuloi qytetet. Populli u gjynëzuar nga vojtja, e kërkuan Ilyesën a.s. dhe i thanë: lutu te Zoti yt të kthej shiun dhe ne do të besojmë. Ai shikoi me sy të lodhur dhe u tha: pendohuni, largohuni nga idhujt, dëgjoni urdhrat e Allahut, vetëm atëherë Zoti do t'ju mëshirojë. Disa nga populli u penduan sinqerisht, lanë adhurimin e Balit, rrëzuan statujat dhe u kthyen në namaz. Në sadaka, në pendim, Zoti i fali. Shiu ra, pemët lëshuan fruta, gëzimi u rikthye, por jo për gjatë. Kur begatia u kthye, edhe zemrat e tyre u kthyen në kryenëçësi. Një herë tjetër e harruan Allahun, e lanë adhurimin e tij, u kthyen te Bali. E akuzuan Ilyesën se ishte shkaktar i fatkeqësive. Donin ta largonin. Ilyes a.s. i lodhur por i qëndrueshëm, nuk hoqi dorën nga thirrja. Ai e dinte se pejgamberët nuk thirren për lavdi, por për të shpërtuar shpirtrat. Ai qëndroi me durim dhe durimi i tij u bë pjesë e lavdërimit hyjnor në Kuran. Ai nuk kërkoi shpërblim, nuk kërkoi fron, ai kërkoi vetëm që njerëzit të gjenin rrugën për në xhenet. Por dhe pas shumë përpjekjesh, populli nuk ndryshoi. Allahu e ngriti Ilyesën a.s. në një vend të sigurt. Të tjerë thonë se ai vdiq në heshtje, pa pasur ndjekës të shumtë, por me fytyrën drejt qiellit, duke dorëzuar shpirtin Zotit që e kishte dërguar. Do që të jetë fundi i tij në këtë botë, fundi i tij te Zoti është i qartë. Ai ishte prej të durueshmëve, prej të zgjedhurve, prej atyre që Allahu i përmend në mënyrë të veçantë dhe i lavdëron. Edhe Ilyesën, ai ishte prej të mirëve. Historia e Ilyesës a.s. është një fanar ndriçues për ata që therrasin në të vërtetën, edhe kur nuk dëgjohen. Është një mësim për çdo zemër që sheh padrejtësinë dhe pyet: çfarë mund të bëj unë? Mund të bësh si Ilyesa, të thuash të vërtetën, të qëndrosh i pastërt dhe të lutesh te ai që nuk zgënjen kurrë. Dhe le të jetë ky rrëfim një kujtesë për brezat që vinë, se pejgamberët nuk maten me numrin e ndjekësve, por me sinqeritetin e misionit të tyre. Ilyes a.s. ishte i tillë, një dritë në errësirë, një zë në heshtje, një shembull që mbetet për jetë.